Nëse e merrni telefonin me vete në tualet, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Do befasoheni. Përdorimi i telefonit në tualet mund të ketë disa efekte negative për shëndetin mendor fizik, sipas ekspertëve. Së pari, ai mund të përkeqësojë funksionin e njohës duke ndikuar negativisht në funksionin dhe aftësinë për të marrë vendime. Studimet sugjerojnë se kalimi i vazhdueshëm nga një detyrë në tjetrën mund të vështirësojë përqendrimin në afat të gjatë. Po kështu kontrolli i telefonit gjatë kohës që jeni në tualet mund të rrisë nivelin e stresit. Aktivizimi i sistemit Fly Mode nga njoftimet të vazhdueshme mund të rrisë nivelin e kortizolit, hormonit të stresit, duke penguar edhe momentet e relaksimit. Ekspertët këshillojnë që të mos e përdorni telefonin gjatë kohës që jeni në tualet, pasi kështu mund të hutoheni dhe të qëndroni më gjatë ulur. Kjo gjë do të ndikojë në përkeqësimin e problemeve tuaja dhe gjithashtu mund t'ju shkaktojë edhe në disa raste probleme me hemoroidet.